Gazetari dhe shkrimtari Marash Mirashi prezantoi në Lezhë romanin e tij më të fundit, të titulluar Vula. Kjo vepër që merr shtys nga përplasjet e dy grupimeve të njohura për të mbrojtur përkatësinë e një vule, është shndruar mjeshtërisht nga autori në një prallë moderne. Loja e imagjinatës sfidon kufit mes reales dhe të trilluarës, duke vendosur lexuesin përballë një universi ku realiteti dhe fantazia ndërthuren në mënyrë befasuese. Unë kam 3 dekada gjysmë që lexoj poezinë e Marash Mirashit dhe lexoj për te misisime me të, si kundër se njek me po të njëjtin respekt e dashuri publicistikën e tij, e cila ka ecë pa ndal një kursi krejt përveçme nëpërmjet një hapësine të blerë plotjet prej fiks 3 dekadash. Në libër, siç u përmend më drejt, është ndërthurur gazetari, shkrimtari dhe poeti. Në strukturën e tij fillimisht ai duket sikur është një kronik me hyrjet në fillim të çdo paragrafi që shpjegon në një farë mënyrë çfarë do shpjellohet më tej. Dhe më pas shkrimtari hyn në lojë me një gjuhë jashtëzakonisht të pasur, me lojën që bën ai me fjalën dhe me personazhet vet. Ngjarjet që zhvillohen në romanin Vula janë pikërisht në Republikën e Bardhilandit, pavarësisht se tek Vula zhvendosen në një skenë tjetër, në skenën e absurdit politik. Autori i këtij botimi Marash Mirashi theksoi se romani Vula është një reflektim mbi absurditetin e përditshëm, i cili shpesh maskohet në normalitet. Romani Vula është një grotesk ndaj shoqërisë shqiptare, ndaj politikës shqiptare. Është një mënyrë për të dhënë tek lexuesit një prallë moderne. Pasi po ta shohim me vëmendje, gjithçka që ka ndodhur për Vulën është më fiction se sa vetë letërsia. Ky botim i gazetarit dhe shkrimtarit Marash Mirashi vjen pas suksesit të romanit Brirët, që tërhoqi vëmendjen e lexuesve dhe u vlerësua me çmimin letrar Ad Gjergj Fishta në vitin 2024.